Paqja me u miq dhe ndjekës së këtij kanali, mirë se u gjetëm në këtë seri ku do ndaj disa këshilla për ato gra të cilat vuajnë, si themi, prej burrave të tyre. Në rastin konkret kam këtu letrën e një zonje që është dhe një motër në besim, që zoti ta bekoj, e cila më shkruan dhe unë përmbledh shkurtimisht që i shoqi i saj, pra burri, ka, le të themi, tipare fanatike, ka dhe vese dhe përveç kësaj është edhe xhelos ndaj saj dhe nuk e lejon që të shkoj edhe në kishë, domethënë, pra nuk e le të dalë dhe të frekuentoj kishën të dielën. Dhe thotë që bashorti im më refuzon, thotë, që të shkoj në kishë, më thotë që s'ka nevojë që të shkosh atje, nëse do të lutesh, mund të lutesh këtu në shtëpi, dhe shfaq shenja të xhelozisë, thotë, sidomos në ambiente ku ka njerëz të huaj që ai nuk i njeh, dhe nuk di, thotë, se si të sillen, thotë, me këtë njeri i cili ka dhe tipare narcizisti. Kam provuar, thotë, me sjellje urtësie, pra të rri urtë, por në qoftë se diçka nuk i pëlqen këtij, thotë, ai të kundërshton, thotë, dhe fillon dhe shan, thotë, pra flet keq, si thua, dhe si nuk e këshillon të lutem të sillen me një njeri narcisist, xheloz, plus që ka dhe vese, thotë, dhe çdo ditë pi alkool, se më vjen dhe një lloj frike prej tij, thotë. Në fakt, këtë problem nuk e ka vetëm kjo zonjë, pra kjo motër është në fakt i disa rast që di, dhe për fat keq në Shqipëri për arsye të ndryshme, sidomos historike. Unë vetë besoj se nisun nga historia dhe nga ajo çfarë kam studiuar, është ajo që unë e quaj 500 plus 50 vite, domethënë 500 vite nga Osmanët dhe 50 vite nga komunistët, që detyrimisht kanë lënë pasojat e tyre, domethënë, sidomos në aspektin e fanatizmit, pravambetjes, diskriminimit gjinor e të tjera gjëra, domethënë. Dhe për çudi, domethënë, këta burra që janë kaq fanatik, në vend që të gëzojnë që gratë e tyre ndjekin Zotin, gratë e tyre shkojnë në rrugën e paqes, ecin në rrugën e drejtë, në rrugën e pastërtisë, të shenjtërisë, ndërkohë që këta burra i quajnë ato fanatike dhe veten e quajnë rregull. Ndërkohë që janë me vese, janë me gjithë këto probleme, dhe mirë që veten, si thua, e fusin te lashe, pra shkatrojnë me këto lloj vesesh, po përpiqen që të shkatrojnë edhe gratë e tyre, domethënë. Pra kuptoj që për një grua të tillë, që has fanatizmin nga i shoqi, është tashmë e vështirë për të vetë burri, domethënë. Imagjinoni tani, ajo kërkon të gjejë qetësi, kërkon t'i dorëzohet Zotit, të përulet, lutet dhe për burrin, dhe burri nuk e lë. Nuk e lë t'i përkushtohet dhe Zotit për ta adhuruar Zotin. Gjithsesi, kam dartu këshillën për këtë motër, të cilën dua ta ndaj shkurtimisht me të gjitha ato gra që hasin probleme të tilla në trevat shqiptare, fatkeqësisht. Dhe i them që e falenderoj Zotin, i them, për ty motër që të ka dhënë një zemër që të kërkosh dhe të këmbgullesh në besim, i them. Edhe kur rrethanat janë të vështira, dua të t'inkurajoj, i them, me fjalën e Perëndisë, dhe fjala e Perëndisë është inkurajimi më i madh për gjithë ne, sidomos në këto situata kaq sfiduese. Dhe i kujtoj motrës që ajo është e çmuar në sytë e Zotit, dhe këtë dua t'i kujtoj çdo motre dhe çdo gruaje që vuan raste të tilla. Pra mos harroni që Zoti nuk të ka braktisur, je të çmuar në sytë e Zotit, sepse këtë e premton fjala e tij. Pra Zoti s'ka braktisur, Zoti të do. Thjesht qëndro në besim. Dhe kjo është këshilla e parë që i them edhe motrës së parë, i them, ruaj besimin dhe marrëdhënien me Jezusin. Pra Perëndia i Biblës, që për ne të krishterët është i vetmi Perëndi i vërtet, dhe është i mishëruar, i manifestuar në Jezu Krishtin.
Nëse njohim Krishtin dhe Krishtin njohim në fjalën e tij, njohim dhe Perëndin, Zotin pra, krijuesin e qiellit dhe tokës. Pra karakteri i tij është i treguar në Krishtin. Prandaj dërgoi Krishtin që bota ta njohej si është ai. Dhe Krishti është i mbushur me dashuri. Është i përulur dhe zemërbutën zemra. Pra Perëndia i do njerëzit, do krijimin e tij. Kështu që duke thënë këto, çfarë thot fjala e Zotit, vlen për çdo motër në këto rrethana kaq sfiduese. Je çmuar në sytë e Zotit, Zoti nuk ka braktisur, thjesht ruaj besimin dhe thello marrëdhënien me Jezusin. Dhe nëse ruhet besimi dhe ruhet marrëdhënia me Zotin, atëre këtu nis dhe vazhdon burimi i paqes. Pra nuk shtëron paqja për sa kohë je me Krishtin. Sepse këtë premton dhe fjala e tij dhe në letra e Romakëve 8:38-39 na thuhet që as vdekja, as jeta nuk mund të na ndajë në dashuria e Perëndis, që është në Jezu Krishtin. Dhe në fakt këtu janë dhe disa fjalë të tjera, domethënë, as fuqitë e errta, as thellësia, as gjerësia, por ne po e përmbledhim as vdekja dhe as jeta nuk na ndan në dashuria e Perëndis, thotë fjala e Zotit. Dhe kjo dashuri është manifestuar në Jezu Krishtin. Pra aq e madhe është dashuria e Perëndis sa dha veten e tij në kryq për mëkatet tona, që të na falë ne dhe të na marrë pranë në përjetësi. Kjo është dashuria e vërtet dhe nuk ka dashuri tjetër që është më lart se kjo. Kështu që duke thënë këtë, asgjë që ndodh në jetë, gjithçka që ndodh në jetë duhet, sado e vështirë të duket, deri në vdekje, pra edhe fuqia e vdekjes është fuqia e fundit fare, domethënë, ajo është më e keqja që mund ndodhi. Fjala e Zotit thotë në Bibël që nuk mund t'ju ndajë asgjë nga dashuria e Perëndis. Pra Perëndia është vetë dashuri, dashuria e tij nuk shteron, është oqean dashurie. Thjesht ne duhet ta besojmë e të qëndrojmë në marrëdhënie me të. Ëh? Dhe sa më shumë të lexojmë nga fjala e tij, të këmgulim duke e njohur në fjalën e tij, dhe sa më shumë të lutemi Ati qiellor në emër të Jezusit, aq më shumë ai do na mbushë me burimin e paqes dhe do ndjejmë dashurinë e tij. Thjesht provojeni këtë gjë. Zoti nuk gabon asnjëherë, dashuria nuk gabon asnjëherë. Së dyti i them motrës dhe së dyti ju them dhe juve, motra dhe zonja të nderuara, e kemi porosinë na Zoti që ta nderojmë burrin. Pra çdo grua e ka porosi nga vetë Zoti. Pavarësisht se si është burri. Mund të jetë dhe burri më me vese, më problematik, më i vështirë, më negativ. Fjala e Zotit vlen njësoj, ndero burrin tënd. Kjo është porosi, dhe çdo porosi e Zotit është ligj. Që do thotë, nëse zbaton atë ligj, ke bekim e mbrapsht. E premton fjala e Zotit. Mjafton ta besosh dhe ta vësh në praktik. Tek letra e parë e Pjetrit në Bibël, kapitulli 3, vargjet 1 dhe 2, në thuhet kjo gjë thotë. Ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që edhe nëse disa prej tyre nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë nga sjellja juaj. Pra e kuptoni, ju gra, thot fjala e Zotit, është Perëndia që flet përmes apostujve. Biblën e ka shkruar fryma e shenjtë përmes profetëve dhe apostujve. Ati bire fryma e shenjtë janë një Perëndi. Ju gra, thot, ligji nor për gratë, nënshtrojuni burrave tuaj. Që do thot, ti respektoni, ti jeni të dëgjueshme, ti jeni të bindura, ti nderoni, pra të nderoni me çdo kusht. Tani kuptohet kur ai vetëm nëse ju shtyn mëkat ose ju shtyn për shembull të bëni gjëra që janë përtej, domethënë, përtej normës, përtej moralit, përtej gjëra që nuk e nderojnë Zotin, gjëra që vijnë kundra Zotit. Atëre nuk thot fjala e Zotit i bindemi për këto gjëra. Po për sa kohë marrëdhënia është bashkëtorë, dhe në rast konkret shumë që mund të kemi burr xheloz. Në fundit xhelozia është një formë edhe dashurisë. Pra duhet ta kuptojmë. Pavarësisht se nuk është forma më e mirë, po ai tregon që pra edhe në këtë rast burri po tregon në një farë mënyre që ai kujdeset për gruan e tij. Pra është një formë kujdesi e tepruar, domethënë e egzageruar,
Dhe kuptoj që nuk është fort e këndshme për një grua që të jetë një burr xhelos, kontrollues, posesiv, ndalues, por fund fundit ai po e bën sepse kujdeset për gruan. Ja pra e ka merak gruan e tij. Por nuk është se ai po e dëmton ose po kryen diçka që po e çon gruan në mëkat. Thjesht është shumë posesiv, është shumë mbrojtës, si thua. Nuk kuptoni? Dhe në fakt është dhe natyra e burrit në vetvete, do, se duhet kuptojmë që kështu i ka bërë Zoti, domethënë. Por fjala e Zotit na jep këtë zgjidhje për ju gra që ti nënshtrojeni, pra ta nderoni burrin, pavarësisht sjelljes së tij. Dhe thotë që edhe nëse disa prej tyre nuk i bindën fjalës, dhe këtu dukshëm, pra burri nuk po i bindet fjalës, se bindja është ta duash gruan. Bindja për burrat flas. Pra Bibla udhëzon burrat që të duan gratë, madje të duan me një dashuri sakrifikuese. Siç Krishti deshi kishën dhe dha jetën për të, për ta shenjtëruar e për ta pastruar e kështu me radhë. Kurse gruaja ka detyrë dhe porosinë e Zotit ta nderojë burrin. Pra nënshtrimi është forma më e lartë e nderimit, e respektit, e dëgjimit e kështu me radhë. Dhe pse na thuan këto gjëra, domethënë, dhe pse janë kaq domethënëse, sepse në një marrëdhënie, sidomos në çift, nuk janë fjalët, ato që i ndryshojnë njerëzit, nuk kam pesh fjalët. Çfarë ndryshon një marrëdhënie është sjellja. Pra sjellja, si sillesh. Një sjellje flet për 1000 fjalë, nuk është nevojë të flasësh shumë. Kështu që dhe gratë që i nënshtrojnë burrave, pra në kuptimin e mirë të fjalës, janë ato që flasin pak, janë fjalë pak si gra. Dhe janë, si të thuash, në sjelljen e tyre rrezatojnë pikërisht këtë sjellje që mund ta fitojë burrin, mund ta bëj për vete. Dhe kam një dëshmi në fakt që duhet ta ndaj, po ja pak më vonë, një dëshmi që është reale se si një grua e krishtere e ka fituar burrin e saj dhe ka bekuar familjen e saj vetëm nga sjellja e perëndishme, pra sjellja biblike që ajo vendosi ta vënë praktik. Po kalojmë tek para se të kaloj te dëshmia, po kaloj tek shërbesa, pra gruaja dëshiron të shkojë në shërbes të dielën në kish, burri nuk e lejon. Dhe unë kësaj modre i kam darë të shërbes, i them, nëse nuk mund t'i ndjekësh fizikisht shërbesat për ca kohë, dhe urojmë të jenë për ca kohë, pra mos jenë gjithmonë, i them mos u shqetëso, vjo të lexosh Biblën, pra fjalën e Zotit e ke aty, dhe lutju Zotit vazhdimisht, pra të fillosh marrëdhënien me Perëndin, pra, edhe kur nuk je në kish. Dhe i them që shërbesat mund t'i ndjekësh edhe online për ca kohë. Pra shumë kisha sot, lavdi Zotin, me zhvillimin e teknologjisë, i transmetojnë shërbesat e tyre live, pra drejt për drejt, në faqet e rrjeteve sociale, domethënë. Kështu që është dhe kjo një zgjidhje për të marrë pjesë në shërbes virtualisht. Dhe i them që nëse dhe burri yt e lejon, i them, mund të ftosh edhe në një motër në kisha, pra në shtëpinë tënde, pra një motër besimtare, për studim Bible dhe lutje, pra nëse burri e lejon. Dhe në një farë mënyrë lidhesh kështu edhe me kishën, pra edhe virtualisht, po edhe nëpërmjet 1, 2 ose disa motrave që mund të vinë të vizitojnë dhe të keni këtë kohë të qetë së bashku, këtë kohë rritje shpirtërore, domethënë. Pse është e rëndësishme ta keni së bashku, domethënë, sepse e thot vetë Zoti tek Ungjilli Mateu 18:20, thot atje ku mblidhen 2 ose 3 thot në emrin tim, unë jam thot midis tyre, pra. Pra kur bëhemi bashkë 2-3 veta të krishterë, pra besimtarë, luten së bashku, si thuash, mbajnë barët e njëri tjetrit, këshillojnë njëri tjetrin, qëndrojnë me njëri tjetrin, lexojnë fjalën e Zotit e të tjera me radhë, domethënë. Është një kohë e bekuar dhe Zoti thot jam i pranishëm aty, thot Krishti. Po. Dhe Krishti është i pranishëm në frymën e shenjtë. Sot në kohën e kishës si ne jetojmë, Krishti vjen mes nesh në frymën e shenjtë, personin e tretë të Trinisë. Pra Perëndia kështu vepron tek ne. Dhe së fundi po ndajmë dhe dëshmin nga Shqipëria, di rastin për një motër e cila jo vetëm që e kishte burrin me vese, fanatik, xheloz e kështu me radhë, por e kishte edhe të dhunshëm. Pra burri me pak fjalë ishte alkoolizuar dhe ai të gjithë rrogën, po thosë gjithë rrogën që merrte në muaj,
e shpenzonte domethënë duke u dehur në alkool, duke lozur me miqt aty në lagje dhe gruaja dhe fëmijët e tij ishin në pikë të hallit domethënë, pra ishin për bukën e gojës kur i thënë. Dhe këto histori më ka treguar një misionar në atë kohë që shërbente këtyre familjeve dhe shërbesa e tij ishte pikërisht ndarja e ndihmave, dhe ndihmat më të shumta ishin miell. Pra miell për të gatuar bukën, se nuk ishin bukë, domethënë. Pra plak të shoqërisë, domethënë. Por ndodhi që një ditë kjo gruaja, pasi si thua, ishte e dhunuar domethënë dhe e lodhur nga dhuna, se i vinte në shtëpi, hapte derën, pra qëllonte, pra dhunonte edhe gruan, qëllonte edhe fëmijët, pra pasi dehej. Dhe ishte pak a shumë zakon, pothuajse çdo natë kjo sjellje e tij, fatkeqësisht. Por ndodhi që një mëngjes, teksa kjo zonjë po qëndronte me shoqjet aty te shkalla e pallatit dhe po pinin ai kafe turke aty, siç e kanë zakon në këto në disa qytete në Shqipëri. Po lexonin dhe Biblën, pra ishin besimtare, pra. Dhe dalim tek ajo që tham, ku mblidhen 2-3. Dhe pasi kjo gruaja po i qante hallet, domethënë po i shprehej që sa shumë vuante më tash me burrin, hapun Biblën dhe qelloi pikërisht një fjalë që ishte pikërisht kjo që lexuam nga një Pjetrit, që po e përsëris, që thotë: ju gra, nënshtrojeni burrave tuaj që edhe nëse disa prej tyre nuk i bindën fjalës, fjalës së Zotit, të fitojnë pa fjalë nga sjellja juaj, Rante kjo fjala dhe ato, si të thuash, pra shoqja ja vuri në dukje këtë fjalë, i tha: shikoj çfarë na thot Zoti në këto raste. Dhe kjo gruaja mori si vendim në vetvete që do ta zbatonte këtë fjalë. Dhe patjetër që u lutën, pra kërkuan fuqi që ta vinin në praktik fjalën e Zotit, pra ligjin e shenjtë. Dhe ndodhi që një natë burri vjen në shtëpi, duke bërtitur, pra i dehur, domethënë i dhunshëm, dhe gruaja kishte vënë disa mobilje aty te dera për të penguar dorezën, që ai mos të hynte direkt, domethënë, në mënyrë që fëmijët të paktën të flinin gjumë, që ai mos i gjente zgjuar dhe mos të rrinte. Dhe ndodhi që burri nuk po hapte dot derën dhe filloi ta shkelmonte derën derisa e shpërtheu, pra ndarke vonë. Dhe ra me gjithë derën në dysheme dhe humbi ndjenja, domethënë, ra pa ndjenje. Dhe kjo gruaja që gjeti burrin në këtë gjendje, mund të kishte vepruar në forma të ndryshme, për shembull, mund të kishte marrë fëmijët dhe të kishte ikur, për shembull, një zgjidhje më instinktive, le të themi, që ndërmerr, le të themi, vetë trupi jon kur ndihet në rrezik apo. Por jo, e vendosi ti bindej fjalës së Zotit. Dhe çfarë bëri? E mori burrin, e ngriti, ashtu avash avash, e çoi në banjë, e lau, e veshi me rrobat e gjumit, e mori prapë zvarë, e çoi në kravatë, e shtriu, e mbuloi, e pastroi. Pra i shërbeu, si thua, rregulloi dhe mobiljet, çoi dhe derën në vend, pra i sistemoi gjërat në rregull. Dhe ndodhi që burri zgjohet pasaj ditën tjetër dhe befasohet, domethënë, që gjendet i pastër, gjendet i shtrirë, kishte fjetur rehat, shikon derën, dera ishte në rregull, mobilet si ishin, domethënë, edhe thërret gruan direkt, domethënë. Gruaja shkon dhe shkon e trembur në fakt, se tha, tani më thirrën këtë, presim çat presim, por në vetvete thua, mbajti veten, mund të jetë lutur, nuk e dim. Dhe burri që i thot, kush më lau mua, i thot. Gruaja thot, unë e sqaron anë dikën. Po këtu në krevat kush më shtriu? E sqaron si e mori e shtriu. Po dera thot, ajo thot e vuran vend anë dikën, u përpoqja kështu anë dikën. Edhe burri që shtanget ngelet pa fjalë, pra është histori e vërtetë që po themi. Ngelet pa fjalë, edhe pyet se i thot, po pse e bëre ti këtë gjë, thot. Dhe gruaja që shtanget dhe nuk di çfarë ti përgjigjet dhe vendosi thotë vërtetë, i thotë që unë ti e di që unë besoj, thot, jam e krishtere, siç e di, thot, dhe vendosa dhe ndjek fjalën e Zotit, dhe kështu thot fjalë e Zotit. Po si thot, i thot ky burri, pa ma thuajnë që më, dhe i lexon një Pjetrit që e lexuam neve. Që edhe kur burri nuk i bindet fjalës, pra që jeton komplet në mëkat, nënshtrojuni që ti fitoni, domethënë burrat.
Dhe burri që shtanget i thot, domethënë libri ku ti beson i thot, e thot të gjë, i thot, po i thot. Dhe pastaj se ndodhi një bisedë tjetër, por kjo s'm mbahet më mirë, se duhet ka ca kohë që e kam dëgjuar këtë histori, domethënë të rrëfyer nga kjo gruaja, këtij pastori që shërbente si misionar në këtë vend. Por ai thotë që shikoj thotë, nëse ti vazhdoni thotë i burrit në këtë rrugë, ti jo vetëm që do shkatërrohesh, por na shkatërron dhe neve, po ti do shkosh në një vend i thotë që është një vend vuajtjesh, pra i flet për ferrin, do shkosh atje në ferr dhe nuk do kthehesh më i thotë, nuk ka më kthim mbrapa. Dhe ferri thotë është i përjetshëm dhe atje do i gjesh vendin dhe përjetësisht do jesh vetëm atje i thotë, pa Zotin. Kurse unë çfarë do të më ndodhi, thotë, unë kam shpresë vetëm me Zotin, prandaj e bëra këtë gjë, thotë. Pra, e justifikon veten, jep dhe arsye të forta, argumente të forta, sepse burri ende ishte i shtangur dhe këmbgultë, ore, po si, po qysh, po si ka mundësi, pra nuk i besoj burrit që si ka mundësi që unë vija i dhunoja familjen, kurse kjo u soll mirë me mua, domethënë, dhe më shërbeu. Dhe kur ajo i foli për të vërtetën, që në një se njeriu vazhdon në mëkat pa penduar, dhe nuk i bindet fjalës Zotit, vendi i tij është vetë në ferr, sepse ka bërë vetë vendin vetes, burri merr një vendim për jetën e tij dhe si thua del nga shtëpia, qëndron vetëm, pra zhduket për ca kohë dhe kthehet në shtëpi pasaj si njeri tjetër, domethënë. Pra ai fillon lëpijen dhe fillon kërkon një punë tjetër më të mirë dhe fillon shoferë në fakt në një kompani në një qytet më të madh, se jetoni në një vend më të vogël diku, por nuk po e themi për çështje respekti. Dhe nga shofer pasaj fillon ngrihet në detyrë, më thet ta, fillon dhe punë në ministri pasaj, domethënë jo në nivel të lartë, po avash fillon sistemon dhe familjen, domethënë marton fëmijët, më thet tash, pra shërohet kjo familje. Dhe jo vetëm shërohet familja, dhe fiton kushtet optimale, pra normale për të jetuar. Jetojnë si njerëz, si thua, por edhe gruaja dhe burri dhe fëmijët të gjithë në besim dhe shkojnë në kish. Lavdi Zotit. Pra jo vetëm që vese nuk ka, por është një familje që punon, një familje e qetë, e rregullt, e gëzuar, që adhuron Zotin në çdo fundjavë, lavdi Zotit. Pra, se mund të jem zgjatur pak, po historitë e vërteta janë thelbi i gjithë saj që ne po flasim. Se unë mund të jap shumë këshilla, mund të lexoj fjalën e Zotit, po kur nuk kemi shembuj praktik, pra shembuj real të jetës, se si besimi dhe praktikimi i fjalës së Zotit. Se çfarë do thot besim? Do thot ti zësh besë Zotit dhe të bësh çfarë thot ai. Kjo është. Se një fjalë tjetër e tij thot që mos u lodhni, thot. Dhe po e lexoj këtu te Galatas 6:9 thot, mos u lodh duke bërë të mirën, sepse do të korrësh në kohën e vet. Pra mos u lodh se bëri të mirën, thot Zoti. Mos përgjigj keqes me të keqe, përgjigj të keqes me të mirë. Bulo urrëtitje me dashuri. Do thotë dikur po s'kam fuqi, patjetër kërkoj Zotit për lutje, se është vërtet Perëndia. Prandaj ka dhënë fjalën që të bësh vullnetin e tij dhe ai të ndihmon ta bësh praktik fjalën. Prandaj kjo gruaja mori vendimin, lutej, i qëndroi deri në fund besnike fjalës së Zotit, i tha të vërtetën siç ishte burri që ke pasoja për gjithë jetën tënde, si ke jetuar këtu në këtë jetë, pra çfarë ke bërë me jetën tënde, me trupin tënd në këtë jetë, ato do korrësh në jetën tjetër. Pra në jetën e përjetshme. Dhe burri ca nga habia e gjithë kësaj mirësie të madhe, ca dhe nga frika, zgjodhi të pendohej dhe bëri kthes shumë e madhe jetës tij. Dhe po flasim për një burr, pra mesoburr, nuk po flasim për djem të rinj. Pra mbi 40, mbi 50, pra burra të tillë, domethënë imagjinoni çfarë fuqie ka e vërteta. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, edhe fokusi i këtij kanali është do ta njihni të vërtetën dhe e vërtetën dhe të bëjë të lirë. Fjala e Zotit është e vërteta. Mjafton ta besosh dhe besimi thanë është praktika. Që i beson Zotit dhe fjalën e tij e zbaton siç ai ta ka dhënë. Pra, dhe kur bën vullnetin e tij, jo vetëm jep fuqinë që ta bësh vullnetin e tij, pra fjalën e tij ta zbatosh, por edhe e bekon bindjen. Dhe përmes teje e bekon edhe të tjerët që janë rreth teje.
edhe kur rrethanat duken të tmerrshme dhe të pandryshueshme. Pra kjo është mos lodhemi duke bërë të mirën, sepse në kohën e dur që cakton Perëndia, atëherë do korrim frytet e mirësisë. Dhe më e mira është të bësh vullnetin e Zotit. Pra, të dashur motra në Krishtin, mesazhi i fundit është mos u fokusoni te problemet. Të gjithë kemi probleme në jetë. Edhe unë që u flas, ka secili sfidat e tij, fjala e Zotit na thotë mos u fokuso te problemet. Fokuso te Jezusi. Fokuso te fjala e Perëndis. Dhe Zoti do ta bekojë bindjen tuaj. Zoti nuk gabon asnjëherë, është besnik për jetë. Çfarë ka thënë ai do bëhet dhe amen. Këto të dashur, miq dhe ju vëllezër dhe motra që na ndiqni, duke shpresuar si gjithmonë që këto mesazhe ty inkurajojnë dhe të jenë bekim për ju, unë ju falenderoj që i ndiqni dhe ju nxis që t'i vini në praktik të gjitha këto njohuri. Dhe jeta juaj do bekohet, se premton Perëndia këtë, nuk e them unë. Faleminderit miq, Zoti t'ju bekojë dhe miu dëgjofshim në videon tjetër.